rikthejmë episodin tuaj të preferuar, a është rasti nëse? E rikthejmë çik. Shumica kanë qenë tim Benard, ë? Do ta pres këtë. Jo, nuk do ta pres, çfarë? A është rasti nëse unë vazhdoj përdor akoma disa nga gjërat që më ka dhuruar Ishi? Për shembull, mund të vesh një hoodie ose Trafi. O bebi të lutem, nuk mund të thuash për çdo gjë trafti. Si po traftoj me varsën që më ka ngelur. Më fal, pse do e veshësh? Pse do e vesh atë? Po, është në dollap. Pse do veshësh ti atë hoodin? Pak kamun. Okej. A është tradhti nëse unë shkarkoj Tinderin edhe të them që e shkarkova thjesht për ta pasi është kisha kurioz? Si u shkarkoka Tinderi se ishe thjesht kurioz për çfarë ishe? Ne pas s'kam pas kurr, po e shkarkoj sot edhe ta shoh çfarë është, si është, pse është, si funksionon. Çfarë është dhe si është, mund të futesh në ChatGPT dhe ta pyesësh çfarë është Tinderi. E shkarkoj dhe nuk e përdor, thjesht e shkarkoj. Çdo veprim ka një qëllim. Jo, nuk, okay, qëllimi është qëllimi final është të çovësh goca të tjera dhe të bësh match. Jo, është rasti. Është rasti. Nëse unë shkarkoj Tinderin. Këtu është rasti. A është rasti nëse unë bëj stok Ishin tim në rrjetet sociale? Ja dhe që gjithë komentet do jenë kjo ka me Ishi. Po. Është loj. Po është rasti. Ti s'do ta ai nuk duhet të çakulloj Instagramin ta fare. Jo, fare. Është rasti. Është rasti nëse një gotë më kërkon numrin e telefonit, po unë i jap vetëm Instagramin. Se du t'i japësh Instagram? Për çfarë arsye? Sheh respekti. Sheh respekti. Po mirë, kur të më pyesi mua në një kur më pyesi mua në Është rasti. Ikam çao, ju bashim tim Benard gjithmonë ju bë.